Ka emra që njerëzit i thonë me zë të lartë, dhe ka emra që përmenden ngadalë, sikur vetë fjala peshon. Fatmir Haklaj është një prej tyre, sepse historia e tij nuk është vetëm histori e një njeriu, është histori e një kohe të egër, një kohe kur Shqipëria nuk flinte e qetë, kur nata sillte krisma, kur njerëzit shikonin pas shpine para se të hapnin derën. Fund vitet 90, Shqipëria ishte plagë e hapur. Shteti mezi mbahej në këmbë. Armët ishin shpërndar kudo. Ligji ishte dobësuar. Dhe në veri, në Tropoj, jeta po shkruaj ndryshe. Aty, fjala bes kishte pesh. Fjala hak kishte frik. Dhe gjaku nuk harohej lehtë. Familja Haklaj ishte bërë emër i njohur në atë zonë. Jo vetëm për ndikim, por për përplasje të vazhdueshme që lidhnin politikën, armët dhe hakmarrjen. Shumë pak njerëz jashtë Tropojës se kuptonin sa e tensionuar ishte ajo kohë. Lufta në Kosovë kishte filluar të afrohej. Kufiri i veriut ishte kthyer në rrugë armësh, luftëtarësh dhe lëvizjesh të fshehta. Tropoja nuk ishte më vetëm qytet malor. Ishte nyje e rëndësishme asaj kohe. Edhe aty, mes maleve, filloi të përmendej gjithnjë më shumë emri Fatmir Haklajt. Për disa, ai ishte njeriu që ndihmonte luftëtarët shqiptar të Kosovës. Thuaj se shumë luftëtarë që kalonin drejt Kosovës gjenin mbështetje në atë zonë. Për të tjerë, ai ishte pjesë e një zinxhiri akmarrish që po merrte jetë njëra pas tjetrës. Kjo është arsyeja pse figura e tij mbeti gjithmonë ndar. Hero për disa, frik për disa të tjerë. Një nga momentet më të rënda të asaj kohe ishte vrasja e Zem Hajdarit më 12 shtator 1998. Pas asaj nate, Shqipëria u trondit. Tirana u mbush me tension. Politika u ndes. Akuzat filluan të përmendin Tropojën dhe familjen Haklaj. Por ajo që shumë njerëz nuk e kuptojnë sot është sa ajo kohë ishte mjergull. Informacionet përziheshin me frikën, politikën dhe hakmarrjen. Shumë gjëra u thanë, shumë u mohuan, dhe shumë mbetën pa përgjigje. Një detaj që pak përmendet është sa shumë gjak humbi ajo familje. Një pas një, njerëz të afërt u vranë, vëllezër, kushërinj, miq. Në veri, atëherë vrasja nuk sillte fundin e historisë, shpesh sillte fillimin e një tjetre. Dhe kështu jeta vazhdonte me frikë. Në për oda flitej me zë të ullët, në për rrugë njerëzit të shikonin me kujdes. Nata nuk ishte më natë pushimi, ishte natë pritjeje. Fatmir Haklaj vetë nuk ishte njeri që dilte shpesh në kamera. Nuk ishte intervista të shumta, nuk ishte jetë publike si politikanët. Ai mbeti figurë që jetoi më shumë në përrëfime se sa në dokumente. Dhe ndoshta kjo e bëri edhe më misterios, sepse njerëzit filluan ta ndërtojnë figurën e tij me copza tregimesh. Dikush tregonte për trimëri, dikush për hakmarrje, dikush për ndihmë ndaj luftëtarëve të Kosovës. Kur një njeri jeton mes legjendës dhe frikës, historia e tij bëhet më e rëndë se vetë emri. Në atë kohë, Shqipëria ishte vend ku jeta vlente pak. Një krismë nate mund të ndryshonte fatin e një familje. Një konflikt mund të zgjaste me vite. Një emër mund të sillte frikë në një qytet të tërë. Dhe Tropoja jetonte pikërisht kështu, mes maleve të bukura dhe një kohe të përgjakur. Sot kanë kaluar vite. Shumë nga ata njerëz nuk jetojnë më.
shumë dosje mbetën të hapura. Shumë pyetje nuk morën përgjigje. Por emri Fatmir Haklajt endet në kujtesën e njerëzve, sepse ai nuk ishte vetëm njeri, ishte simboli një kohe kur Shqipëria luftonte me vetveten. Ka histori që mbyllen me një varr, por ka histori që nuk mbyllen kur, sepse vazhdojnë në kujtesë, në rrëfime, në heshtje. Historia e Fatmir Haklajt është historia e një Shqipërie të lodhur, të trazuar, të përgjakur. Një Shqipëri ku burrat jetonin me armë pranderës, ku besa dhe frika rinin në të njëjtën sofër, ku nata shpesh silte lajme të zeza, dhe ndoshta prandaj edhe sot, kur përmendet ai emër, njerëzit heshtin pak para se të flasin, sepse disa histori nuk tregohen me zë të lartë. Ato vetëm ndihen.